Sipas burimeve amerikane, Irani ka shfrytëzuar periudhën e armëpushimit me SBA-n për të rikuperuar armatimet e fshehura në tunele që më parë ishin goditur nga sulmet ajrore. Zyrtar dhe persona të informuar mbi situatën thonë se autoritetet iraniane kanë intensifikuar përpjekjet për të nxjerrë raketa dhe municione të tjera të groposura nën tokë ose të mbuluara nga rrënjojat. Shtetet e Bashkuara dyshojnë se qëllimi i Teheranit është rindërtimi i shpejtë i kapaciteteve ushtarake, veçanërisht në fushën e dronëve dhe raketave, për të qenë në gjendje të ndërmarrë sulme në rajonin e lindjes së mesme në rast të një përshkallëzimi të ri. Ndërkohë, presidenti Donald Trump pritet të konsultohet me ekipin e tij të sigurisë kombëtare për të shqyrtuar opsione të ndryshme, përfshirë veprime të reja ushtarake, hapjen e ngushticës së Hormuzit dhe çështjen e kapaciteteve bërthamore të Iranit. Komandanti i Komandës Qendrore të SBA-s, Brad Cooper, ka informuar administratën mbi situatën dhe alternativat e mundshme, përfshirë edhe një bllokadë të mundshme. Vendimi përfundimtar pritet të merret në ditët në vijim.